duke filluar prej ditës certifikimit të rezultateve, deputetët e Kuvendit Republikës Kosovës zgjedhen posaçërisht për përfaqësimin e popullit me themelimin e institucioneve qeveritare, Kuvendit edhe qeverisë. Ata obligimin e tyre primar nuk po e kryejnë. Megjithatë, ata kërkush nuk i detyron, le të themi kështu, në kishtin me zor për me konstituo dhe me i themelu këto institucione nëse ata vetë nuk kanë dëshirë. Mirë po, ata nuk kanë fare të drejtë, nuk kanë fare drejtë kushtetuese, nuk kanë fare drejtë ligjore, nuk kanë fare drejtë morale dhe politike që ata të mbajnë peng qytetarin e Republikës Kosovës që për interesat ngushta puro politike partijake tyne të mos e kryen mandatin e tyne kushtetues, qoftë nga, le të themi, partia e parë e cila ka për obligim me sigurimin e mazhorancës, po pa përjashtu edhe opozitën duke mos ndërmarrë veprime bojkotuese sa i përket pjesëmarrjes aktive, le të themi, në vendimet e Kuvendit të Republikës Kosovës. Nëse prap ata dështojnë që me konstituu Kuvendin e Republikës Kosovës brenda këtij afati, domosdoshmërisht kushtetuta e njeh si dështim për konstituim. Momentin kur këta dështojnë të konstituohen brenda këtij afati, Presidenti e Republikës Kosovës nuk ka zgjidhje tjetër. Nuk ka zgjidhje tjetër përveç se me shpall zgjedhjet e reja.